ati Jahve, ne dime që çfarë ai është i drejtë, është pjesë e karakterit të tij. Kriteri në këtë rast ajo natyra e tij. Ta dini se do kush dhe kushdo që praktikon drejtsinë ka lindur prej tij. E më vjen keq vëlla motër. Shumë prej nesh akoma duhet të rilindin. Shumë prej nesh në asamble brenda janë gënjyer duke u bëj këtë lutje dhe u shpëtove. Vërtet? Pa u punuar zemra, pa shikuar shkrimet. Shumë prej tyre mund të jenë dhe kam patur plot dëshmi që janë rilindur mbas viteve që kanë bërë atë lutjen. Dhe vëlla motër, nëse ne jemi atë pjesë, shko përpara Atit. Vendohu që ke shkelu ligjin e tij dhe nuk do ta besh me në të mirën tënde të mundshme, sepse Ati do të ndihmojë që të në këtë rast dhe beso tek Mesia Jeshua për mbretërinë që po vjen, me zemër të sinqertë, dhe masandaj duhet të pagëzohesh për të treguar ecjen tënde, dëshminë tënde, devotshmërinë tënde, që tani do ta nderoj gjakun e beslidhet me të cilën çfarë ti më veçove tani. Frymërisht për momentin, por nga zemra dalin shumë pa pastërti, kështu që unë kam nevojë për atë veçimin, shenjtërimin, santifikimin tënd me anë të fjalës çfarë? Me anë të urdhërimeve, vëlla motër,